Përshëndetje njerëz, unë kam ardhur përsëri në Zingen. Sot është data ime e provimit. Më në fund më erdhi edhe data e provimit, sepse kisha shumë kohë që po prisja për këtë provimin. Për arsye që ju kam thënë, nuk është mundur, nuk ka që mundësia që unë ta bëja provimin, por sot më në fund erdhi dita. Si që shikoni, jam shumë e lumtur se me të vërtet mezi e kam pritur ta bëj këtë provimin edhe të rrije që ta heqafem. Unë sa po zbrita tani këtu në Zingen, provimi bëhet në Zingen. Do shkoj tek qendra e kursit, jam 1 orë përpara, nuk e di ku do shkoj që nga edhe këto dyqanet këto mbyllur, po do ta gjej një herë vendin se ku është, edhe pastaj do vi vërdall sa 2 ora, kur të dal nga provimi, pastaj do t'ju tregoj edhe më në detaje se çfarë ndodhi. Më mirë sot, sepse sot është edhe dita, edhe kështu mund t'ju tregoj edhe emocionet edhe ndjesitë se çka ka ndodhur direkt pas provimit. Do të hap përsëri kamerën edhe do t'ju flas pasi të kem dal nga provimi. Unë sa po erdha më shkjo godina këtu që shikoni me ngjyrë boqelli. Nuk ka asnjë njeri për momentin, edhe unë do vi vërdall sa 2 ora. Ishte goxha larg, diku ke 10-15 minuta në kam deri këtu. Unë sa po dola edhe nga provimi, ora është 1:30. Kam shumë gjëra për t'ju treguar. Kush ka provimin së shpejti, atëherë nuk e di, besoj se kjo varet edhe nga zonat se ku ndodheni, nuk është e njëjta gjë. Si për shembull tek libri përgatitjes, ushtrimet edhe provimi nuk ishte i njëjtë me pak a shumë i njëjtë, por aty kishte më shumë pjesë edhe disa gjëra që nuk ishin fare te libri përgatitjes, por që mund të them që e përgjithshmja shkoi shumë mirë. Provimi ishte mesatarisht i vështirë, nuk ishte i thjesht, por mua ishin vetëm 2 pjesë të vështira në fund. Sa e leximit, ishte një tekst shumë i gjatë, kishte shumë fjalë të reja që si kisha dëgjuar ndonjëherë, por që ato alternativat i bëra edhe me logjik. Edhe një pjesë e dëgjimit ishte e vështirë, edhe ato i bëra me hamendësim, ndërsa të tjerat ishin në rregull. Besoj se e përgjithshmja është okay. Jam shumë e sigurt që ka kaluar provimi. Shpresoja me pikët maksimale, por që nuk e di, mund të kem bërë edhe gabime tek tuk, e sigurt, por besoj se kam humbur shumë pikë. Do ta shikojmë në fund pastaj se si do jetë edhe rezultati dhe do ta ndaj me juve. Tani siç u premtova që do ju tregoj më në detaje rreth provimit, sepse jam shumë e sigurt që shumë persona janë shumë të interesuar rreth provimit të B1 që jepet këtu në Gjermani. Shumë prej tyre po presin që ta bëjnë edhe duan të dinë edhe informacione rreth provimit, kohët e fundit se si po zhvillohet, sepse jo gjithmonë ka qenë i tillë, ka pas modele testesh të ndryshme dhe tani ka ndryshuar provimi. Edhe këtu jemi 2 ditë pas provimit. Unë nuk munda dot atë ditë direkt pas provimit që t'ju tregoja më në detaje, sepse realisht isha shumë e lodhur dhe kisha një dhimbje koke, edhe nuk munda dot. Sot do ju tregoj se si ishte i gjithë provimi. Siç e dini, unë jetoj në Konstancë. Provimin e kam bërë në Zingen, sepse e tillë ishte qendra ku mund të bëje provime, nuk ishte këtu në Konstancë. Regjistrimin e kam bërë tek qendra e kurseve, nuk e kam bërë vetë online, mund ta bësh edhe vetë online, por preferova të shkoja tek qendra e kurseve në mënyrë që ta isha e sigurt për të gjithë regjistrimin e saktë të provimit. Kam pritur diku ke 3 muaj, 2 muaj e gjys, derisa të hyja të bëja provimin. Për provimin kam paguar 185 euro. Provimi ishte i telkut, jo i gëtes. Telk i përgjithshëm provimit, jo provimi për ata që sepse ata që bëjnë kursin e integrimit, bëjnë në fund të kursit të integrimit, bëjnë edhe provimin e B1-shit, por ky është provimi për të tillë persona që kanë bërë kursin e integrimit dhe është shumë herë më i thjeshtë, mund të them, dhe ndryshon pak edhe modeli i testit, nuk është i njëjtë me këtë provimin e përgjithshëm të B1-shit. Kam bërë regjistrimin edhe gjatë kësaj periudhe, ndërkohë unë po bëja edhe kursin e B1-shit, edhe po e bëja online, nuk e kisha bërë deri tani asnjëherë kursin e B1-shit, e kisha përsëritur A2-shin 2 herë,
si që mbylla një herë në Shqipëri, e fillova këtu A2-shin, bëra vetëm librin e parë, e lash, pastaj u futa përsëri dhe i bëra të 2 librat e A2-shit, sipas mundësive që kisha, sepse nuk mundesha dot në fillim, edhe vazhdova pastaj e bëra A2-shin përsëri. Më pas, kur mbarova A2-shin, u regjistrova me një pauzë 1 mujore, 1 muaj e gjys, u regjistrova për B1-shin. 1 muaj përpara se të mbaroja B1-shin, jam interesuar për të regjistruar për provim. Në fakt, unë këtë gjë duhet ta kisha bërë edhe më përpara. Kur shkon ti atje, nuk është se shkove sot edhe do regjistrohesh pas 1 jave, ose pas 2 javësh, ose për pak ditë dhe do hysh në provim. Duhet të shkosh disa kohë më përpara të pyesësh kur ka datë të lira. Unë me idenë që të mbaroj një herë B1-shin, e kisha në mendjen time idenë të mbaroj B1-shin, pastaj të regjistrohem dhe ty provim. Por shkova atje edhe provimi ishte 2 muaj e gjys, 3 muaj pas regjistrimit. Kështu që nëse keni në plan të regjistroni për provim, shkoni edhe pse nuk e keni mbaruar B1-shin, shkoni regjistroni, sepse derisa t'ju vi radha për të dhënë provimin, e sigurt që e keni mbaruar B1-shin. Mbas përfundimit të kursit, unë kam pritur edhe 1 muaj e gjys, kursin e kam mbaruar në dhjetor, kam pritur 1 muaj e gjys për të hyrë në provim. E kam bërë nivelin B1, librin e parë të B1-shit, më pas pjesën e 2 të B1-shit, zysha që unë kam bërë kursin, ishte shumë e mirë, jam shumë e lumtur, shumë e kënaqur, edhe më pas do vazhdoj edhe B2-shin po me të njëjtën zysh. Ajo nuk na dha librin e B2-shit, por gjatë gjithë nivelit të librit të dytë, ne kemi mësuar, kemi bërë përgatitje vetëm për provimin. Na ka dhënë materiale pa fund për provimin, gramatikat kryesore që na duhen për provimin. Gjatë kësaj kohe, neve kemi bërë përgatitje të provimit, dhe kjo mund të them që ishte super, ishte gjë shumë e mirë. Kemi zhvilluar edhe gjatë orëve të ndryshme modele testesh me pjesë, kemi filluar me shkrimin, me dëgjimin, me leximin, edhe të gjitha këto e kemi bërë gjatë kësaj periudhe dhe ishte shumë e mirë. Ajo na e shpjegoi të gjitha në detaje si zhvilloi provimi. Provimi është vetëm një flet, ajo që ata marrin edhe korrigjojnë është një flet me alternativa, ku ti duhet jo të qarkosh alternativat dhe jo ti bësh me kryq alternativat, por të mbushësh ato hapësirat boshe dhe të ngjyrosësh mirë, sepse provimin e korrigjon makineria. Ajo futet atje edhe ajo që është e saktë llogaritet në fund sipas modelit të testit të saktë që ka edhe makineria vet. Prandaj duhet të ngjyrosë mirë ato hapësirat boshe që ishin atje. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse ka pasur raste, ka pas treguar edhe zysha që ne kemi bërë kursin, persona që në fund nuk e kanë ngjyrosur mirë atë, ose kanë qarkuar atë rrethin, ose kanë bërë një kryq sipër rrethit, edhe nuk kanë marrë asnjë pikë, sepse kjo nuk quhet e saktë. E saktë quhet kur ngjyros rrethin. Si këto detaje na i shpjegoi edhe zysha, dhe unë kur hyra në provim i kisha të gjitha në qarta në mendjen time, në fakt, se si zhvillohej provimi, nuk e kisha problem fare. Përveç kësaj, kam marrë edhe një libër me module testesh, ishin 4 module testesh për përgatitjen e provimit. Pra edhe librin t'ju tregoj, ky është libri. Këtë librin ka marrë që u përgatita për provimin. Ky ka brenda 4 module testesh, e shpjegon edhe shumë qartë se sa pikë kanë të gjitha pjesët ushtrimet, edhe ku duhet të përqendrohesh më shumë, me sa pikë ti e kalon provimin, me sa pikë ti vlerësohesh mirë, me sa pikë ti vlerësohesh shumë mirë, edhe me sa pikë e ngelur, i shpjegon të gjitha në detaje. Kjo është pjesa e leximit. Këtu ke për shembull pjesën e leximit këtë tekstin, edhe këtu ke alternativat. Siç e shikoni, unë nuk i kam plotësuar këtu, kam marrë një fletore dhe i kam shkruar alternativat e sakta tek fletoria, edhe më pas provimit ti ke edhe alternativat e zgjidhura dhe të shpjeguara pse ishte kjo përgjigje e saktë. Për shembull, siç e shikoni këtu sipër, 6 është C-ja, 7 D-ja, edhe ti shpjegon pastaj pse kjo pika është e saktë. Unë e bëra të gjithë librin, e zgjidha të gjithë të 4 modulet e testeve. Këtu ishin, me thënë të drejtën, ishin shumë të thjeshta testet, vetëm testi i fundit ma mend që ka qenë pak i ndërlikuar, pak i vështirë, sepse kishte fjalë të reja, kishte shumë fjalë të reja që si kisha dëgjuar,
edhe ishte më i vështirë se këto të tjerat, edhe në të gjitha testet që unë kam bërë këtu, bëja maksimumin në të gjitha ushtrimet, bëja maksimumin 3 ose 4 gabime. Jo më shumë. Gjatë kohës kursit, me zyshën që bërim gabimet, gjithmonë bëja 2 gabime, 3 gabime, 1 gabim, dilja gjithmonë shumë mirë edhe isha shumë e sigurt, mezi po prisja në fakt që të shkoja dhe ta jepja provimin. Doja të thoja që provimi bënjishit që bëra unë nuk ishte 100% i njëjtë siç ishte këtu, ose siç ne kishim bërë modele testesh të ndryshme edhe me zyshën, nuk ishte i njëjtë. Atje kishte pjesë më shumë, ushtrime më shumë e para. Këtu për shembull janë 3 ushtrime te pjesa e leximit, ne kemi pasur, mos gaboj, 5 ushtrime ose 6 ushtrime te pjesa e leximit. Pjesa pastaj e zgjidhjes së ushtrimeve ishte e njëjtë, do ngjyrosi ato hapësirat, alternativat. Më pas tek pjesa e dëgjimit. Pjesa e dëgjimit kishte edhe ajo 3 ushtrime më shumë, jo si këtu. Sepse këtu ke 3 pjesë dëgjimi, ati kam bërë 5 pjesë dëgjimi ose 6, po. Si tek pjesa e shkrimit dhe e dëgjimit kishte më shumë, edhe një gjë që 2 pjesët e para, 3 pjesët e para të dëgjimit ishin të njëjta si modelet e testeve që kemi bërë. Pjesa e tretë e dëgjimit ishte me të dëgjuar edhe me të shkruar. Duhet të përqendroheni në fakt, të jeni të përqendruar, sepse unë për shembull në ato momente nuk e di pse u hutova, edhe isha vetëm tek fleta e provimit, sepse ti kur shkon ke 2 fletë, ata të japin 2 fletën tënde të provimit që ka vetëm alternativa, edhe një fletë, janë disa fletë bashkë ato, me ushtrimet që ti duhet i lexosh edhe të hedhësh përgjigjen e saktë te fleta e provimit që do dorëzosh në fund. Ajo korrigjohet. Nuk korrigjohet kjo që të japin ata ushtrimet. Korrigjohen vetëm përgjigjet e ushtrimeve. Dhe unë në fakt te kjo pjesa e dëgjimit këtu në fund u hutova, sepse unë isha ulur në bank të parë, siç është klasa e ndarë me banka me rreshte të ndryshme. Për shembull ishin 5 rreshte bankash. Unë isha një hap më përpara, ishe paralel me mësuesin, nuk isha asnjë njeri paralel meje, si në bank më vete, vetëm unë, të gjithë tjerët ishin mbrapa. Sysha që ishte atje, po e shpjegonte se si duhet bëj ky ushtrimi, në fakt unë nuk e dëgjova dhe kjo ishte kthyer, dhe po e shpjegonte dhe unë nuk e shikoja fare, shikoja kurrizin e saj atje dhe kjo e shpjegoi shumë shpejt këtë gjë, as nuk e dëgjova se klasa e madhe. Edhe shtypi direkt pjesën e hyrën. Nuk e kisha hapur një fletë më tutje pjesën e ushtrimeve që të shikoja, të lexoja se ç'a duhet plotsoja, isha vetëm aty te pjesa e plotësimit. Pjesa ushtrimit thoshte, dëgjoni dhe plotsoni. Hapësirë bosh dhe plotsoje të shkruaje ti. Ndërkohë që vazhdonte pjesa e dëgjimit, nuk po e kuptoja domethënë se ç'a duhet bëja aty. Edhe po shkruaja kot. Shkruajta në fakt, për shkruajta, unë shkruajta kot sipas mendjes time, ato që dëgjova si më kryesore, kur pastaj në fund hap fletën tjetër kur e shikoj që ishte ushtrimi aty, ushrimi i fundit i hyrën, i dëgjimit, pastaj ato mërzita shumë, sepse ajo ishte shumë e thjeshtë. Edhe unë nuk arrita, besoj, nuk e di si i kam bërë ato, e kam shkruar kot sipas mendjes time ato 3 pika, sepse nuk u hutova aty. Prandaj duhet të keni kujdes. Në klasë ishin 2 persona që kujdeseshin për neve dhe na vëzhgonin. Edhe shumica disa persona, sepse kishte atje persona të moshave të ndryshme. Njëri nuk shikonte dot tabelën edhe do pyeste patjetër. Tjetri nuk e dëgjonte ose ku diun, skuptonte. Edhe unë e di se kjo s'ishte e lejuar fare, por që ata personat e ndryshëm pyesin dhe ato vinin në fakt dhe ja tregonin. Pastaj tek pjesa e shkrimit, nuk ka qenë vetëm letra për të shkruajtur, por ka qenë edhe një pjesë tjetër e vogël që ti kishe përsëri për të shkruajtur. Kishe si tekst mesazhi që po flisje me një person, edhe për shembull unë kisha, ky personi më kishte shkruar mua një mesazh dhe më thoshte që si mendon, a duhet të bëjmë sport, dhe përgjigja ishte po, unë mendoj se ne duhet të bëjmë sport. Dhe ti më pas duhet ta shtjelloje këtë gjë. Nuk duhet të thjesht të jepje një përgjigje që po ose jo, një fjali, si që janë fjalitë e anjishit,
por duhet ta shtjelloje të shkruaje një tekst, edhe unë aty këto e shkruaj ta mbusha dola jashtë kornizave. Sa pjesa e letrës ka qenë nuk ishte e vështirë, ishte shumë e thjeshtë. Pjesa e letrës që kam patur unë ishte shpërngulja e një banoreje të re, një pallat të ri. Ajo i shkruante letër fqinjës së saj. Nuk e di se ku duhet të le unë biçikletën time. A mund ma tregosh të lutem, dhe kjo nuk dinte se ku të hidhte mbeturinat. Më pas kjo e ftonte për kafe këtë personin. Edhe nuk ishte në fund pastaj 4 pika ose 5 pika që ti duhet të i përmbaje këtyre 4-5 pikave dhe të formoje emailin tënd. Pjesa e këtij ushtrimit ishte që unë duhet i përgjigjem pyetjeve që ajo kishte bërë në email. Edhe ju përgjigja këtyre pyetjeve, ishin thjesht 2 pyetje edhe ftesa për kafe. Ju përgjigja këtyre pyetjeve që ajo kishte bërë në email. Shumë e rëndësishme, duhet të bëjmë gjithmonë edhe një kundërshtim, kur në pjesën e shkrimit edhe në pjesën e provimit me gojë, gjithmonë nuk duhet që të themi po, por edhe duhet të bëjmë një kundërshtim të alternativës që na është dhënë, duhet të japim një mendim të kundërt të alternativës që është dhënë, dhe kjo gjë vlerësohet shumë në provim, tek pjesa me shkrim edhe tek pjesa me gojë. Ishte mjaftueshëm kohë për të gjithë provimin. Ishin pak strikt, thoshin që nuk duhet ta hapësh fletën tek pjesa e fundit, tani jemi tek pjesa e leximit, do bëni vetëm pjesën e leximit. Sa gjë i jepshin rëndësi, domethënë, nuk të lejonin telefonin detyrimisht, jo. Stilo laps asgjë. Provimi i gjithë ka qenë me laps edhe me gomë, edhe prefsja ishte në tavolinë pa smartwatch. Nuk duhet kishe as këto ora, sepse nëse ato të gjenin me të tilla mjete me vete, telefon, smartwatch ose ndonjë gjë tjetër ekstra, nuk e di, për të kopjuar, atëherë provimi kishte mbaruar për ty. Pasi mbaruam të gjithë provimin me shkrim, më pas shkojmë tek kjo dhoma e pritjes. Na japin një letër, edhe ishin të ndarë në 2 grupe. Më duket se ishin 24 persona, ishin 12 dhe 12, i kishin ndarë në 2 grupe. Fatmirësisht isha te grupi i parë, sepse grupi i parë do bënte i pari pjesën e provimit me gojë dhe grupi i dytë duhet të kthej përsëri në orën 2 për të bërë provimin me gojë. Shkuam te kjo dhoma e pritjes, atje ishin tavolina, ulëm atje të gjithë bashk. Këta që kishin provimin me gojë pritën atje, ndërsa pjesa tjetër duhet të vinte në orën 2, nuk duhet ishte aty. Brenda me ne në dhomë ka qenë edhe ky burri që ishte tek pjesa e provimit me shkrim, ndërsa tek pjesa e provimit me gojë ka qenë kjo gruaja, edhe ka ardhur dhe një grua tjetër që kanë bërë provimin me gojë. Dhe vinin na thrisnin dyshe me emra sipas listës. Armela dhe Filani, na thrisnin dyshe. Çuditërisht unë atje te kjo dhoma e pritjes isha ulur edhe me personin që do bëja pjesën e provimit me gojë. Isha diku e treta ose grupi 4, dysh që do futesha për provimin. Gjatë kohës së pritjes, ky burri, sepse ishte mësues me profesion, ai vinte vetëm 2-3 herë në muaj aty kur jepeshin këto provimet, ishte pjesëmarrës aty. Diskutoni me këtë, bëm prezantimin ton, se çfarë bënim këtu në Gjermani, sa kohë kishim, bashkëbisedim me këtë, dhe shkoi shumë mirë pjesa, ora e pritjes, sa erdhi radha. Këta personat që për shembull dyshja e parë që mbaronte provimin, vinte prapë te kjo klasa, merrte sendet private, nuk duhet të diskutonte asnjë gjë dhe dilte jashtë, ikte. Erdhi radha, u futëm pastaj atje në klasë. Këtë provimi me gojë e kam bërë me një burr, ai ishte, nuk e di sa vjeç ishte ai, te 40-at besoj, ishte italian, edhe kam folur edhe pak italisht me atë. Ishte i sjellshëm ai, dinte gjermanisht, nuk është se s'dinte, por kishte 13 vite që jetonte këtu. Për 13 vite që jetonte ai këtu në Gjermani, mund të them që gjermanishten mund ta kishte shumë herë dhe më mirë. Kam folur shumë herë më mirë se ai tek pjesa e shprehshëm. Tani t'ju tregoj se çfarë kishte tek pjesa. Ishin 2 letra dhe ishin të kthyer përmbys, 1 dhe 2. Dhe hyn te klasa dhe na thanë që ti duhet ulesh këtu, ti duhet ulesh aty. Ishte edhe një letër hapur aty që do bënim ne prezantimin ton. E keni parasysh si kjo letra këtu. Por nuk ishte e njëjta.
nuk ishte e njëjta fare, kishte pjesë të tjera, kishte edhe hobis në fund, nuk ishte si ky modeli i kësaj, por që kemi bërë prezantimin edhe ajo tha, në fakt u nisa për të bërë si bashkëbisedim me këtë burrin që kisha aty përballë, por ajo tha bën në prezantimin tuaj, tha do flasësh ti tha për veten tënde. Gjithsesi unë se kisha problem fare. Fola pastaj gjitha ato gjërat e mia, na bëri dhe ajo 2 pyetje pastaj në fund, sigurisht ju përgjigja dhe atyreve, pastaj pjesa e dytë e provimit me gojë ishte vetëm një fjali të luash edhe të shikosh televizor. Ndërsa tek modeli i testeve që ke në internet, në YouTube, edhe tek modeli i librit, është një tekst që tregon një person rreth një teme të caktuar, edhe ti duhet ta thuash me fjalët e tua se çfarë po thot ky person, dhe më pas ti duhet të bashkëbisedosh, të pyesësh edhe personin tjetër që ke përballë, çfarë mendimi ka ai, në fund të bëhet një pyetje edhe nga komisioni. Por nuk ishte kështu, ne kishim vetëm këtë fjali, unë kisha këtë fjali, të dy, ishte e njëjtë, edhe personi tjetër kisha loja edhe të shikosh televizor. Gjithmonë të gjitha pjesët kanë filluar e para, isha gati, fillova të flisja rreth lojës, çfarë mendimi kisha rreth lojës edhe të parit televizor. Më pas na kanë bërë edhe një pyetje nga vlerësuesit. Edhe pjesa e fundit ishte për të bashkëbiseduar me njëri tjetrin, në të planën. Ajo që më ra mua në provim, unë edhe personi tjetër punonim të dy në një punishte që rregullohen makina. Kishim një makinë për të rregulluar, por këtë makinën nuk mund ta rregullonim dot sepse mungonte një pjesë e makinës. Edhe ne kësaj gjës duhet të jepnim një zgjidhje sepse personi që kishte sjell makinën do vinte ta mirte nesër makinën. Edhe kishim më pas pikat që duhet të flisnim rreth kësaj teme që na ra. Edhe ky çuni propozoi një gjë dhe unë e kundërshtova sepse është shumë e rëndësishme, siç thash, në provim, në pjesën me shkrime dhe në pjesën me gojë, ti të kundërshtosh, të japësh një mendim tjetër, sepse të pohosh diçka është shumë e thjeshtë. Ti duhet të kundërshtosh, të tregosh sa kreative je, të japësh një ide tjetër nga se çfarë ty të shparaqitur. Edhe unë kundërshtova këtë dhe pastaj ky pranoi, bashkëbiseduam prapë me njëri tjetrin, i dham një zgjidhje në fund. Besoj se edhe pjesa me gojë ishte shumë mirë. Këta vlerësuesit mbanin orën përpara dhe shikonin orën me minuta, me sekonda se sa duhet flisnim neve, sepse është gjithçka me orar të caktuar në provimin me gojë. Dhe unë kam folur, besoj se kam folur mjaftueshëm, sepse gjatë provimit mua ajo më ka ndërprer 2 ose 3 herë, besoj më tha mjafton. Besoj që ka qenë e mjaftueshme për pjesën me gojë, e ka parë nivelin tim. Uroj që ti ke marrë edhe aty pikët maksimale, pse jo. Kam bërë, sepse kisha emocione, kam bërë edhe gabimet vogla normalisht. Nuk është shumë e thjeshtë, por që e përgjithshme ishte shumë okej. Tani unë do t'ju tregoj në fund kur të marrë edhe përgjigjet e provimit. Përgjigjet e provimit dalin pas 4 edhe 6 javësh, kështu që unë do ta hap këtë video si të ke marrë përgjigjen e provimit. Edhe do t'ju tregoj se si jam vlerësuar tek provimi. Ja ku jemi më në fund, përshëndetje pas 4 javësh, ka ardhur edhe përgjigjja e provimit, siç e shikoni edhe nga gëzimi që unë po përcjell, e ka marrë sigurisht për provimin dhe siç e kam përshkruar gjatë gjithë videos, isha shumë e sigurt që do ta merrja provimin, por e rëndësishme për mua ishte që të arrija në pikët maksimale dhe këtë gjë ja kam arritur dhe jam shumë e lumtur. Ja tek është edhe certifikata. Uroj që kjo video t'ju ndihmoj sa do pak, sepse janë informacione reale rreth provimit që unë kam bërë. Uroj që të gjithë ta merrni provimin, vetëm ta merrni po të dilni shumë mirë në provim. Kjo është një video informuese vetëm rreth provimit, sepse u mundohem që në kanalin tim të përcjell informacione edhe të flas rreth temave që unë me të vërtet kam dashur t'i dëgjoj në momente të vështira këtu në Gjermani. Për këtë arsye kjo video është përqendruar vetëm rreth provimit të gjermanishtes në mënyrë të detajuar për t'ju ndihmuar sadopak.
Unë ju falenderoj nëse keni parë videon deri në fund. Mos harroni të bëni një like, koment. Shumë e rëndësishme për ne është të bëni subscribe, të abonojeni në kanalin ton. Do të shihemi sërish në videot e tjera. Mirupafshim.